57 vjeçari përplasi për vdekje 3 fëmijë derisa vetë ishte në gjendje të dehur. Një aksident tragjik ka ndodhur këtë diel në Durrës ku një automjet ka përplasur 3 fëmijë të vegjël. Sipas informacionit paraprak, 2 prej fëmijëve kanë humbur jetën, ndërsa i treti, një 8 vjeçar, ndodhet në gjendje të rëndë dhe është dërguar menjëherë në spital për trajtim mjekësor. Autori i ngjarjes është Nikol Radaçi, i cili sipas informacioneve paraprake ishte në drejtimin e mjetit dhe në gjendje të dehur në momentin e përplasjes fatale. Sipas të dhënave, fëmijët ndodheshin duke luajtur në trotuar pranë banesave të tyre, kur automjeti drejtuar nga Radaçi ka humbur kontrollin dhe i ka përplasur. Policia ka mbërritur menjëherë në vend ngjarje, ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të aksidentit dhe identifikimin e autorit. Sipas burimeve, 57 vjeçari është marrë 2 herë në pyetje, pasi në momentin e parë nuk ka qenë në gjendje të japë dëshmi të qartë për shkak të gjendjes së tij të rënduar. Banorët të zonës e përshkruajnë Radaçin si një person problematik, duke pretenduar se ai shpesh kryente manovra të rrezikshme me automjet dhe konsumonte alkool. Ndërkohë, policia vijon hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat e kësaj ngjarje tragjike që ka tronditur opinionin